Ikona e muzikës shqiptare Shyrete Beluli ka sjellë një dhuratë të re për adhuruesit e saj. Këngëtarja sapo ka publikuar këngën e saj më të re të titulluar Dashuria e parë. Një baladë ndjerë që rikthen Shyrete në zhanrin e këngëve me tematikë dashurie dhe malli, duke prekur thellë dëgjuesit e saj. Ky projekt muzikor vjen si një bashkëpunim i shkëlqyer artistik me semrave të njohur të skenës. Tekstit dhe melodia janë krijuar nga mjeshtri i baladave Ilir Berani, ndërsa orkestrimi është realizuar nga producenti i njohur Virusi. Videoklipi ka qenë mjaft i kuruar dhe të jep ndjesi emocionale që i përshtaten ndjeshmërisë së këngës. Kënga titulluar Dashuria e parë pritet të jetë një sukses e menjëhershëm, duke u shtuar koleksionit të hiteve të Shyrete Belulit. Kënga tashmë është e disponueshme në të gjitha platformat muzikore dhe fancat me njerë se pa kanë dëgjuar e kanë përqafuar këngën e saj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Shyrete Beluli qëndron gjithmonë afër fansave të saj duke i përditësuar me çdo lajm, si nga jeta profesionale, por edhe nga ajo personale.